لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falenderojmë, për ti fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, për shëndetit më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është xumaja e fundit e muajit Dhul-Qi'da dhe xumaja e ardhshme do të na zënë në muajin Dhul-Hijja. Dhul-Hijja janë ditët e haxhit. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pas Ramazanit apo barabar me ditët e Ramazanit i ka madhruar edhe ditët e Dhul-Hijjes. Ditët e Dhul-Hijjes janë për haxhiun ditët më të shtrejta të jetës së vet, ndërkohë që për atë i cili s'ka pas mundësi me shku në haxh janë ditët e agjërimit dhe lutjes dhe qurbanit dhe therrjes së gjakut për hir të Zotit te bareke ve teala. Transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abbasi radhiyallahu an, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e dashur te Allahu xhel xelalu se sa në këto ditë, pra në ditët e Dhul-Hijjes. Ditët e Dhul-Hijjes, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka punë të mirë që vlerësohet te Zoti xhel xelaluhu më shumë se sa kur bëhet në këto ditë. Disa të pranishëm than: "Ja Rasulullah, a përfshihet edhe lufta në rrugt Allahu xhel xelalu?" Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, përfshihet pra edhe më e mirë se sa lufta në rrugt Allahu subhanahu wa taala, me përjashtim të një njeriu i cili ka marr rrugën për hir të Zotit xhel xelalu, ka dalë me trupin e vet edhe me parët e veta dhe nuk është kthyer me asnjë sen. Përveç të njeriu, të gjithë të tjerat bëjnë pjesë tek hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam në vlerësimin e veprës së mirë të këtyre ditëve. E ne sot do të mundohemi me lein Allahu te bareke ve teala që nxjerrim disa prej dobive të ajeteve të haxhit që besimtarët që e kanë bërë niyet të shkojnë në haxh e ata të cilët nuk e kanë pas mundësinë me shkue, ti nxjerrim mësimet e përbashkëta. Nga se nuk ka adhurim prej adhurimeve që Allahu neve na e ka bëhe muslimanëve farz, vetëm se dobit janë të përbashkëta. Qoftë kjo namazi, qoftë kjo zakati, qoftë agjërimi, qoftë haxhi e kështu me radhë. E kur jemi tek haxhi, zakonisht ata të cilët nuk e kanë bërë niyet dhe nuk kanë për lëviz dhe udhëtuar drejt shtëpisë Allahu te bareke ve teala në këtë vit, zakonisht e privojnë vetveten nga mësimet, ndërkohë që mësimet janë të përbashkëta. Andaj Allahu xhel xelaluhu një sure të tërë ka quajtur Suratul Hajj. Surja 22 në Kur'an mban emrin Surja e Haxhit. Dhe është shumë interesant se Allahu xhel xelaluhu këtë sure e fillon me thirrje të përgjithshme. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim." Thot Allahu te bareke wa taala në surën e Haxhit, në ajetin e parë: "O ju njerëz." Pra i thirr këtë njerëzit. Pra mësimet janë të përbashkëta, edhe për atë besimtar që është në vend, edhe për atë i cili ka me shkuar me izin e Allahu subhanahu wa taala. O ju njerëz, ittaqu rabbakum, druhuni dhe keni frikën Zotit juve. Keni frikën Zotit juve. Vërtet dridhja e kiametit o punë e madhe. Vërtet dridhja e kiametit është punë e madhe. Pastaj ka vazhduar Allahu xha me përshkruajt një prej skenave të parahyrjes në kiamet, e që nuk është tani tema e jonë. Ajo që duhet ne ta kemi parasysh cila është se a ka mësime të i bën haxhiu e përfiton edhe ai që s'ka shku në haxh? Po.
dietarët e muslimanëve kanë thënë se përjetimet e adhurimeve janë të përbashkëta. Mu këtë për arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çdo njeriu i cili e ka bërë një jetë me pre kurban, e ka bërë pjesëmarrës në ndjenjat e haxhiut prej këtu, duke ia preferuar, edhe disa dietar duke ia ndaluar që ti pret qimet e veta, thojt e vet nga dita e hyrjes së Dhulhijhes. Për çfarë arsye? Në mënyrë që ti shkëmben ndjenjat e veta me haxhiun, me atë i cili është në ihram. Andaj kjo është një lloj pjesëmarrje e përbashkët mes besimtarëve, të cilët realisht shumica nuk shkojnë, e një pakicë shkon nga tërësia e muslimanëve, por ata s'duhet t'i provojnë vetët e veta nga mësimet e mëdha të haxhit. Mësimi i parë që duhet ta marrin nga ceremonitë e haxhit, cili është? Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë haxhin një herë në ymër. Pejgamberi alayhis salatu wassalam një herë ka bërë haxh. Andaj ky udhim i jetës, ky udhim i ymrit, cila është simbolika të cilën me një fjalë mund ta përfshim në të gjitha adhurimet e tjera që i bën haxhiu, është telbia. E që ne do të mësojmë prej asaj edhe ata të cilët nuk do të jenë këtu, edhe ata që nuk do të kenë mundësi me shkue. Lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem. Ti përgjigjesh Zotit xhelle xhelalu, i përgjigjesh Zotit edhe këtu, i përgjigjesh Allahu xhelalu edhe në shpitane, i përgjigjesh Allahu xhelalu në çdo vend që je. Andaj ky simbol, apo kjo thirrje, apo kjo përgjigje e haxhiut në haxh, lebejk Allahume lebejk, është thirrja e çdo besimtarit. Edhe ti duhesh mi thënë Allahut të përgjigjem. Edhe ti duhesh mi thënë Allahut kur thirrë ezani hayya ala salat, ti thu lebejk Allahumma, erdha o Zot. Andaj prej mësimeve të mëdha që duhet t'i nxjerrim prej haxhit, cila është ti përgjigjemi Zotit të Madh te bareke ve teala. Ta ndjesh se ti kur je të përgjigj ezanit, është e ngjajshme, është e ngjajshme në miniaturë të vogël ajo përgjigje të cilën e bën haxhiu në haxh. Andaj përgjigju Zotit tan xhelle xhelalu kur thirrë për namaz, thu lebejk Allahumma lebejk. Nëse Zoti s'ta ka mundsuar me shku në haxh, ta ka mundsuar me dal në xhami, dil në xhami. Nëse s'ta ka mundsuar Zoti xhelle xhelaluhu me shku në Arafat, ta ka mundsuar mu lutu, ban dua te Allahu subhanahu wa taala. Nëse s'ta ka mundsuar me shku në Muzdalife, e në Mina, e me gjujt gur, gjuje prej këtu, gjuje shejtanin tan prej këtu, gjuje egon tane prej këtu, muje egon tane prej të shtëpia jote. Për këtë arsye, lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem o Allah, ty veç të përgjigjem. Pra lebejk çka është? Me një herë aty për aty jam. Kjo është thirrja e haxhit, që çdo besimtar të jetë i gatshëm që ti përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ndjenja e bërjes së adhurimeve të haxhit duhet çdo besimtar ta shoqëron prej të veni i vet, dhe të jeton me atë ndjenjën që një ditë prej ditëve, sikur që ju kam përgjigj Allahut çdo ditë këtu, Allahu ka më mundsu inshallah me ju përgjigj edhe te shtëpia e Zotit xhelle xhelalu. Për këtë arsye, simboli, thirrja lebejk Allahumma lebejk, le të ushton zemrën e sicili prej neve, ku prej aty prej te ajo zemër Allahu xhelle xhelaluhu e pranon veprën. Andaj ti përgjigjesh Zotit tan, nuk do më thanë ti je domosdoshmërisht në Kabe, po do më thanë mi u përgjigj me çfarë? Me këta mundësitë tua çka i kije. Nëse je zëngin, përgjigju Allahu xhelle xhelaluhu. Kur thot Allahu te bareke ve teala, aqimus salata wa atuz zakata, dhe jepni zakatin. Ti e di se kur të përmendet zakati është për qëllim pasaniku, thuaj tu përgjigja, jam një herë kam e krye. Ti e din se kur thirrët thirrja për agjërim, ti shnosh je, ti e për qëllim të u thirr. Kur thirrja mund dal pi harameve, ti e për qëllim. Andaj prej simbolikave dhe mësimeve të përbashkëta që ka në mes besimtarëve që do të nisën në haxh, Allahu alecof të gjithë në alecof bashkarisht, e ata që do të besin, le ti përgjigjen Zotit vet xhelle xhelaluhu, ku 5 herë dit Allah i thirr hayya ala salati hayya ala falah, hajde në namaz, hajde me shpëtue. Dhe nuk ka thirrje më të begat dhe më të mirë dhe më të bekume dhe më të lartë se sa thirrja Allahu xhelle ezan, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allah është më i madh ti i përgjigjës Zotit tanë te bareke ve teala. Andaj ndjeje dhe shoqëroje haxhiun me këtë përgjigje në çfarë? Në mundësitë tua dhe rrethin tan. Nëse s'ki mundësi me shkuën qave, ki mundësin me u falë në gjamia, e ki mundësi me e ba namazin dhe me i krye rritet të cilat i ka kërku Allahu subhanahu wa ta'ala prej teje. Tjetra që duhet të kemi parasysh në ceremonit e haxhit e që duhet të ndjenë edhe ai besimtar i cili se ka mundësin me shkue. Cila është ajo? Haxhi na tregon neve një histori të lashtë. Shtëpia Allahu xhelle xhelaluhu, Bejtullah, është shtëpi e cila e kanë vizitu këtë pejgamberët e Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe kjo neve na jep një ndjenjë të bashkësisë dhe historisë dhe kronologjisë të besimtarëve të cilët kanë rrugtuar në një rrugë të vetme apo dhe nuk janë shkoputje nga grumbi të cilën neve ndonjëherë shejtani na ban me u ndjetë të shkoputur. Për shembull, shpesh na e shohim kur njeriu falet dhe jep zakat dhe agjeron apo dhe i bën disa prej rriteve fetare, një numër i madh nuk i bajnë. Një numër i madh njerëz nuk janë të udhëzuar, nuk janë rrugë të Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe besimtari ndonjëherë nihet vet. Mirë po, në haxh Allahu na tregon nuk je vet. Shumë prej njerëzve shoqërojnë tyje në këtë adhurim. Shumë prej njerëzve kur ti del me fal namazin shoqërojnë ti në adhurim. Për këtë arsye, transmeton Imam Muslimi ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi salatu wassalam kur ka kaluar për një lugine afër Qabës dhe ju ka thënë sahabëve, cila kjo luginë? Që që ka emrin kjo lugine, ka ngallëzu sahabët. E ka ditë pejgamberi alaihi salatu wassalam, po ka dashur t'ia morë vëmendjen. Ka thënë, çish, po sikur kur i thotë dikujt, çish ka emrin kjo mahalla, ti ja kallzon. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çish ka emrin kjo lugin? Tha, kështu ja Rasulullah. Tha, ja këtu ka kalu Musa alaihi salatu wassalam, duke e vizituar dhe duke bë haxh shtëpinë Allahu subhanahu wa taala, sikur po e shoh duke bërë thirrje lebejk Allahumma lebejk me zot të madh. Këta pse ja ka kallzu pejgamberi sahabeve? A nuk mjafton që është Muhamedi alayhis salam aty? E pse ju ka tregu që edhe Musa e ka bërë këta? A nuk mjaftohen me këtë grumbull? Ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ti tregon çdo besimtari se rruga e adhurimeve është me plot adhuruese nëse ti nuk i sheh. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam për ti mbush në energji sahabët çfarë ju ka thënë? Ka thënë nuk ka një pllum në qiell, një pllum vend, vetëm se nta është një melek i cili ose në ruku, ose sejdë, ose në qiyam i bëjnë ibadet Allahu xhelle xhelaluhu për ta largu ty vetmin, si e vet, me miliona njerëz që kanë përgjigj thirrjes Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur ti del në xhamin sabah, edhe thu që unë veç vet kanëm, jo nuk je vet. Jo me miliarda ndoshta ti që nuk i shef, dhe me miliona që nuk i mundsi me kon me një vend me to, ti e tu boj ibadetin e njëjtë. Ka një kible e drejtu. Ata kanë shku atje, ti pe këtu drejtohesh te ajo. Kjo t'jap ndjenjën e shoqërimit. Nuk je vet. Jetë e adhurimin me dosta, jetë e adhurimin me shok, jetë e adhurimin në tërësi dhe në xhamal dhe në ummet. Për këtë arsye, ndjeje se adhurimi që ti e ban është rrugë e nisur herët prej te Ademi alayhi salatu wassalam e vulost me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Andaj mos të lakojnë dhe mos të vendosin më dyshje ata që s'vin mu fal, ata që s'japin zakat, ata që s'agjërojnë, ata të shkelin kufin e Allahut, mos të mashtrojnë ato, sa ata pak janë. Edhe nëse janë shumë numër, ata janë pak me vlerë. A vinë ata me pejgambert? A vinë ata me melaçe? A vinë ata me vlerat kuranore, me hadithet e pejgamberit? Jo. Andaj Allahu xhelle xhelalu ka thënë hadith qudsi, këta janë numri i madh i xhenemlive, këto janë në xhenem dhe nuk më intereson, pra nuk kanë vlerë te Allahu subhanahu wa taala, s'kan vlerë. Andaj mos të mashtroje vetmia apo mos të trishtoje vetmia ndonjëherë në adhurim. Me ty ka njerëz, për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha sahabeve, ja që duka ka përci Musai. Kështu ka përci Musai. Sikur e ndjej duke nije thirrën e tij lebejk Allahumma lebejk. Për këtë arsye, haxhi na mëson si e vet. Ti këtu je lidh ka kibla, a gjë 3 milion janë lidh. Për këtë arsye ti nuk je vet.
Pikit dunjajës 2 miliard lidhën ka kibla. Dhe kjo të ban ti mundi qëfar? Nuk jam vetë. Në këtë bron, këtë fe, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bërë që ti përgjigjen shumë, fish ma shumë, se sa kretë pengambarët bashkë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga 120 safe të banorëve të xhenetit, 80 safe janë këtij ummetit. Allahu na bëfë të ja rabbul alamin. 80 safe, pra 40 safe pite Isa deri te Ademi. 80 safe janë vetëm ki umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk je vet dhe nuk dush mundi vet, nga se këtë umet ka musliman dhe besimtar të cilët i bëjnë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Mësimi tjetër, e që është shumë më rëndësi, ndoshta për mësimi më të mira dhe më të larta që neve na jep haxhi. Cila është? Haxhi na tregon një mësim. Shpesh herë që ne diskutojmë me njerëz, me besimtar, me musliman, kur thojnë hoxha, shumë të përqabjen umeti, shumë të coptumja me umeti, shumë të ndarë në grupe, zanka, grindje e kështu me radhë. Allahu Gjelle Gjelalu gjithmonë ka vendos faktor në umet bashkimi, faktor që bashkojnë, faktor që të bojnë, dhe faktor që largojnë grindjen dhe zënkat. Dhe për tyre është haxhi. Dhe për tyre është haxhi. Çka ka në haxh faktor që bashkon? Haxhi na ka dhënë një meselë shumë më rëndësishme të ndëruar xhamatli, nëse ne me të vërtetë dojna që këtë ummet muslimat mi pa bashk. Çish mi pa bashk? Shiko. Për ditë të caktuara, në vendin që shumicës muslimanëve i vjen larg, përveç atyre që kanë aty. Për ditë të caktuara, në minutat të caktuara, i përgjigjen me miliona musliman me këta sakrificat e veta Allahu Gjelle Gjelalu dhe bëhen bashk në një adhurim. Dhe ti thue se këta kur të përqam s'janë kanë, kur s'janë përla, kur s'janë ngrin, me minuta, me sekonda, me sahat të njëjtë, i përgjigjen Allahu Gjelle në Arafat, i përgjigjen Allahu në Muzdelife, në Mina, në Gjemarat, i bëjnë tavaf, bëjnë sa'i dhe i bëjnë adhurimet e Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo neve na jep tyje edhe mua një mësim, qoftë haxhi apo mos qofsh. Çka t'jep? Po ju përgjigje Allahu Gjelle Gjelalu, ti edhe si cili qka don me e pa umetin bashk, si cili rrin vendin e vet, edhe bashkohet umetin Muhammedit alayhi salatu wassalam. Apo, mirë po, a mund të bashkojmë na me tekat tona? A mund na me bashkue umetin me e shpik një shpi tjetër? A mund na me e shpik në një Arafat tjetër? Jo, qaj ka bo Allahu Gjelle Gjelalu. Qaj ka bo Allahu Gjelle Gjelalu. Për këta syje, bashkimi umetit bëhet qëfar? Në përgjigjën daj, thiris Allahu subhanahu wa ta'ala. Përgjigju ti, edhe aj tjetëri, si cili ti përgjigjën vetë veti, dhe në fund, do të ashojmë se kur ti përgjigjën si cili, apo, atëherë edhe shumë let më shumë bashkue. Për këta syje, nuk ka na nevojë shumë me diskutue të bashkohemi. Jo, ti përgjigjmi Zotit. Aja ka drejtu këtë punë. Kur ti rrin vendin tanë, kur nxënësat hinë në shkollë, apo, për me maj që cilën, çka duhet? Si cili mos me fol për veti. S'ki nevojë ti mi thon ti tjetrit shuj. S'ka nevojë hiç me thon shuj. Veç shuj për veti. Kur të shuni krejt, atëri jet fjala mësuesit. Apo, ndërsa për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam shiko se ka rregull çështën e xumas, e cila ka një miniaturë të vogël të haxhit. Çka ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam? Mos fol në xuma, qoftë edhe mi thon atij që e ki ngat shuj. Nëse atu fole nga ti as shuj mos i thuj. Pse? Sa i vet du të me ditë që du të me shujt. Se mi janis për shembull si cili ati ngat mi thon shuj, janis xhamia të bon shh. Pse? Se 250, mi u thon 250 dhe shuj, ka muni fjala shuj, edhe ka me bo zhurm fjala shuj. Për këtë arsye ka thonë Allahu, as shuj mos i thuj. Pse? Ai duhet vet me ditë që s'du të me fol. Për këtë arsye haxhi na mëson neve se po nejtëm na si cilin vendin e vet, bashkohemi qoftë edhe miliona më konë, qoftë edhe miliarda. Sepse Allahu Gjelle Gjelalu kur e ka thirr besimtar për bashkim, ka garantu që kjo është e mundshme. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ju kapnu për litarin e Allahit, pastaj ka thonë bashk. Pra njerë kap e litarin në vendin tanë, ku takon ti me e kap. Si cili e kap litarin në vendin e vet, edhe kur ta shifsh krejt janë kap për një litar.
Apo, ama na mundohemi me kriju e rrethana tjera për të bashkuar umetin edhe zbashkohet ai. Zbashkohet umeti pa Kur'an. Zbashkohet umeti pa sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Zbashkohet umeti pa dietar o xhallar. Kur nuk bashkohesh ti me mësues, ti pa mësues kur nuk bashkohesh. Kur ti nuk bashkohesh me prijes dhe dietar, ti çish kimë menue në kryet veti me u bashkue. Për këtë arsye, shiko, Allahu sa mrekullueshëm e ka rregulluar këtë punë. Apo, a mundesh me bëj hax kur dush ti? Jo, ka ditë të caktuar. Patjetërosh më kanë Arafat ditën e 9. Ti më shku 8-ën shprasto, më shku 10-ën shprasto. 12 muaj o shpras pa një ditë që do dhinte mësimi tjetër. Ama shiko te uniteti. Ti amunesh pa xhirush tash Ramazan. Jo s'mune se sa Ramazan. Do të më prit mot inshallah nëse ke imër. Allah na mundsof. Për këtë arsye, nëse secili prej neve i përgjigjet Zotit në farzët e veta, natyrshëm bëhet grumbulli. A e kuptove? Ti veç përgjigj Allahut, ai natyrshëm bëhet grumbulli. Natyrshëm. Kur shkojnë haxhilerët në haxh, njëri vjen Pikine, njëri vjen Amerike, njëri vjen Rusie, njëri vjen Europë, neve vjen Ballkani, ata prej Turqie, arabët, krejt muslimanë të përgjigjen. Ti s'ki pas komunikim me në Amerikë, as me Rus, as me Kinez, as me në Evropë. Sicili ju ka përgjigj thirrjes Allahu xhel xhelalu dhe natyrshëm apo grumbulli. Ti kur ke ardhur në xhumë, që ta kish më të qartë. A ki pas ti gajlen, a thube vin ketë. Mos shkoj veç unë në gjumati, mu duk pa lidhje. Jo be ti hajde për veti. Ti për veti, si cili për veti që grumbli. Që grumbli u bo. Përgjigju ti, sosi ti punë të tua, ke tjerat punë, na që kena bo. A be une, sosi punën tema ma, s'pesosin ato tjerë. Po sosi be ti tanën, sa edhe aja të thonë qështu. Sosi ti tanën, pa e tjetër nuk e ka kry, a një da i përgjigje për veti. Nëse ne shumice prej neve, muslimanëve, i përgjigjmi Zotit tona, ndetirat tona, duke mos e marë përsi për a e ka kry tjetëri, ishin largue një grumbull i madh i problemeve. Ishin largue. Ti kur shkojsh në punë, firmën tane, punën tane ku shkon, ki gajle, a thu venaj kolega, shkove ti për veti? Shko ti për veti, se ti shkon për interesin tanë, për levërdin tane. Ti përgjigju Allahu xhelle xhelalu për levërdin tane, për dobin tane, për me kry farzin. E pastaj nëse e realizon si cili për neve këta, natyrshëm ka mu bë grumbulli, sikur që bëhet grumbulli në hax. Andaj kjo është dobia. Allahu garanton unitet me çfarë? Wa'tasimu bihablillah. Kapnu për litarin Allahu xhelle xhelalu. Ama nëse skapësh, me çka kemë mbush? Andaj në rrim. A thu kur ka mu bashku umeti? Po s'bashkohet Allah. O s'bashkohet të net. Ti sosi punë të tua. Ti ba unë sjellshëm për veti. Ba unë i mirë për veti. Njerëzit thonë, po ma ki keq po sillet. Po le dhe atë, banu ti i miri. Banu ti i miri, banu ti modeli. Thoj njerëzit sot, s'ka sot model për muslimanët. S'ka me shembulltir për muslimanët. Ani dhe banu ti. Banu ti ma si s'pas ka met. Ma si pas ka ndek kitë njerëzit e mirë, ma si pas ka ndek kitë njerëzit shembulltir. Banu ti. Ma si pas ke met supermeni i vetëm. Banu veç ti. Andaj shka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith. Ai shka thot kitë njerëzit janë të këqia ma i keqi. Ai shka thot kitë njerëzit janë të këqi, s'ka të mirë. Po s'mune të vase, s'kalon Allah i veç ti ki dunja. Për këta sujet ti sosi punë të tua, bani detyrat e tua, mos u mërzit aja ka va. Ti kur pi uj për veti, a thu be petëm të tjerë, o mos u mërzit ti pi njerë për veti, so se punën tane ti njerë. Nëse ne i kishmi kri kitë punë të tona, shumë ma leti kishmi ka përci, shumë prej krizave. Allahu ne e ka zonë në neve në haqë këtë punë. Qyshim ledhë ti 3 milion njerëzi me një ven. As ti gjelbrim s'ka, kitë gurja. Veç me një thirje, wa edhin fin nasi bil haqë. Allahu gjaj ka thënë Ibrahimit, thiri njerëzit haqë. Ti ju ke përgjigj thirrjes Allahu xhelle xhelalu, kaç. Për këtë arsye, faktori dhe kanali dhe sebepi që i bashkon muslimanët, çfarë? A muhabeti mi bashku muslim? Jo, mi kri farzët. Mi i kri detyrat tona. Kur sicili prej neve plotson atë zbrastirën e vet, atëra plotsohet edhe uniteti i muslimanëve. Mësimi radhës që ne nxjerrim nga tërësia e veprave të haxhit, cila të nderuar xhamatli. Allahu xhelalu xhan në këtë vepër të madhe të haxhit, Allahu na mëson se çdo sen haxh ta kujton ahiretin. Çdo sen.
Andaj shumë dietarëve, sikur që ka përmendur Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, se haxhi është miniatura, fotografia, syreti i vogël i ahiretit. I ahiretit. Pa tesha të qepura, pa zbukurime, pa asnjë send. Përveç me një pëlhur të bardh për me mblue avretin, pesa e turpshme e njeriut, dhe gjithë shka tjetër është ti edhe qëfar, vepra jote. Së mund është kërkujt mi thonë që e të farteshe ka? E hek nishanat, e hek qinat, e hek simbolet, e hek gjitha gjërat. Andaj, si kur aja atje, edhe ti këtu kujtoja ahiretit. Edhe gjumaja ka këtë qëllim. Për shka mledh me? Për me nga të regu Allah, që shtu kini mu mledh një dit për ditve, edhe ka mu mojt llogaria. Kini me dal para Zotit Gjelle Gjelalu. Allahu na lecoft atë dit, ja Rabbal Alamin. Atë dit nuk del me nishana, atë dit nuk del të mi me simbola, atë dit nuk del ti me statusët që ka i menon krijetane për veti, atë dit nuk del me kush do kopshaj. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu ka të reguar neve në Kur'an, dhe na ka të regu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se edhe pejgamberët atë dit thojnë Allahumma nafsi nafsi, o Allah çpshoj vetë një herë, shpëtoj unë një herë. Për këtë arsye, na e kujton neve kjo tërsi e veprimeve të haxhive, që ta kujtojmë ahiretin. Sumica e problemeve të sodit që ka njerëzit flasin, ato probleme, këto probleme, kjo krizat e kohës, sfidat e kohës, problemet e kohës, sëmundjet e kohës, një ilaç e kanë të ndëruar xhamatli, një ilaç. Na kena harru që kena me dalë për para Zotit. Na kena harruar. Njerëzit ankohen, o gjo njerëz nuk po din mu parku, po bojnë zullum, po uzurpojnë toka, po shkelin njerëz. Po kitë kjo një ilaç e ka. Kjo një sebeb, një diagnoze ka dhe një ilaç e ka. Cila diagnoza që ki ka harruar, që ka me dalë për para Zotit. Vallai mi thonë njerit, që tu ban shka dush, veçanenat morin llogari, vallai ki me not, 5.000 herë me not. Mi thonë që ti dikujna, ti parkoje që tu, po ato minit 2 minutat vinë dhe dënojnë. A thot jo, po s'pelo. Silët e pështilët e psilët, pse dhe ta gjeni vend ku nuk ka probleme. Shembulli i ahiretit është më i larti, po është i njëjti. Kur ti e di se kanë me të morë hesab, ma ka dale valla, ma ka dale se kanë me të morë hesab. O nuk e kanë e kitin ahiret me thonë, ajtë se unë edhe atje, ha? Shikoni, s'ka njeri vetë se kam i ardë dakiki, se ne ka ma atë njeri, na pishivni, po ju vdesi njerëzit. Apo, rotullohen pushtetet dhe qeverit, dhe njerëzit e kanë pas shtetin si shpia vetë. Ama s'ka qare pa arë një dit, ti se ki kërkan, hiq kërkan. Apo, qovë dunja, qovë në vërë. Qovë dunja, qovë në vërë. Andaj ka thënë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, nëse një kodër e ki shtin një kodër pak manatana, me të keq, me zullum, Allah e mërë hakin. E ka shkrujt Allah i ligjë, se nuk i ban dikush zullum dikujna, vetë se Allah i thot tash o radha jote. Mërë hakin. Për këtë arsye, haxhi na kujton ditën e takimit me Zotin Gjelle Gjelalu. Kena me dalë për para Zotit. Çka dush ban? Çka dush ban? Allahu ja thënë Kur'an, "Fa men sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush do të besojë, kush do të mohojë. Kush do të besojë, kush do të mohojë. Të është dhanë mundësia me vepru keq, të është dhanë mundësia me vepru mirë. Çka dush ban? Veç një sen, ta dish, kanë me të morë llogari. Kanë me të morë llogari. Sikur që njëri prej muslimanëve të parë e ndalë njëri prej xhallarëve të parë të muslimanëve. Tha o hoxh, ma jepni nasihat. Mos ta harroj kur. Një nasihat, tha veç një abedo. Tha, ta dish se kanë me të morë llogari. E që ata shka të morin llogari, janë shumë detalista. Zoti i Madh Gjelle Gjelalu, a mund është mi thonë, a thu kitë ditët i kitë mi ata? Ketë kur gjost mungona? Kur gjost mungon. Kur gjost as mungon. Kullu saghirin wa kebirin mustatar. Çdo e vogël dhe çdo e madhe është e shkruar. Andaj ta kujtojmë ahiretin, se kena me dalë për para Zotit Gjelle Gjelalu, dhe takimi me Allah nuk o i largët. Njerëzit thojnë sikur që thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, innahum yarawnahu ba'ida. Njerëzit thojnë besa larga ahireti, wa narahu qariba, na e shohna shumë ngat. Shikon njerëzit për ditë vdesin, ai në ahiret ka shkuar. Për këtë arsye shumë njerëzit thojnë kush u kthi pi agje. Ke po?
I ndikun pi ateistave, I ndikun pi komunistave, I ndikun pi kapitalistave. Kush u kthi pi anena, po kallzon ti mu kush s'ka shku anena. Gjematin e njëri se s'ka shku anena. Ti tu vet kush a kthi, kallzon ti mu kush s'ka shku. Hajt kallzon, cili s'ka shku. Ket kanë me shkue. Allahu që në dhëtë ket keni me artë une. Kret. Wa kullun atihi yawmal qiyamati farda. Si cili pi juve një ka mi dalë Allahut vet. Së një thkiti kanë mi thonë, abe atë dita e di shka pat mi bo. Jo, vet, përgjigju vet përgjigju. Keq ka ki bon vet. A di sarana jo. Shki kanë kuj mi thonë, abe pse bete mashtru ti mu. Jo, vet përgjigju. A ko maran? Për këtë asyje nëse ne kujtojmë ahiretin. Andaj haxhia krejt çka duhet me kujtu cila. A ma men a i shka akane ketë na shka kena me shku Allah i në lecoft. Kur qkojsh në Rafat çka dush me menue. A e tove që shumë ledhen ki qështu? Po, pa tesha po. Para Allah i qështu ki me dal. Si të ta more me një me bogjuna ban. Kjo është për kujtimi. Kjo është kujtimi. Kujtoja ahiretin. Kujtoja logaria ran. Kujtoja logaria. Sot me thonë tije, ka me arë me leku i vdekes në aksham me të morë. Për Allahun, pash Allah, a i hazër. Me thonë sot në aksham banu hazër. Sikur që jemi të ubo gati, haqjiler dhe o gjallar me shku për haq. E ki e datën. Me thonë ki me dek në aksham, a i hazër. Mos më burgjigj muë. As do stitan, kur kujt, as Facebook më suj, a jeni hazër. Jo, mos e shkruj. Ti me vetën tane, o Allah, a jam hazër. A ja ke zonë dikujt kamën, a ja ke bo dikujt zullum, a ki gjunahe, a ki farze pa krije, a mund shkod. Nëse janë njësë të dridhë zemra, ta di se nuk kanë regull dhe shka me tije. Ka pas pisa have që kanë da Wallahi me lekul moti që tash me ardhë. Unë s'kam shka bëj ma shumë mo. Keti ku mbo. Keti, a mu nuk, me mishe me shbirë në i vaje. Ama neve me na vetë. Abdullah ibn Omer radiallahu anë që ka të sëpëdu imam Bukhariu. Që ka thonë te? Wallahi, gjdo sabah shka i qeli sit, hazër bona për në aksham me dek. Gjdo sabah shka i qeli sit, hazër jam për në aksham me dek. E priti me lekul motin. Ka thonë, e nëse zvjen edhe mze akshami, ka thonë, thamë, sigurisht vjen sabah. E aj, kanë thonë djetarë që kërë ka përmeni më kajmë gjëzije, e aj, janë i sabah, janë i aksham ka me ardhë. Allah në lecov të gjithë, ja Rabbel Alemin. Atë moment kër ndahët trupi për shpirtit, edhe s'kthejet më kur në dunja, andaj banja pytjen vetë vetës, a jam hazër me eda këtë trup për shpirtit, apo la jam të menu të tullat e shpijës, e të biznesi, e të trektia, e amdel roga të anmuin, e s'po dalin parët, e krize madhe, e muabet, e boshe, a nuk e di se ka mundësi ti që fini të ka bo hazër. Andaj, haqin e kujton ditën e takimit me Zotin Gjelle Gjelalu. Andaj të Allahu Gjelalu, ja ju e nasu të ku rabbekum. Në surën haq, ajeti par, o ju njerëz, tut ju një Allah, tut ju një Zotit madh Gjelle Gjelalu, in në zelzelet e sea, shejun adhim. Kur dridhe kiameti janë punë e madhe. Kur dridhe kiameti është punë e madhe. Andaj e kujtojmë me takimin e haxhilerëve në Arafat dhe Muzdelife dhe në pjesët e tjera të vendeve të shenjta. Çfarë kujtojmë? Kujtojmë atë ditë kur ne dalim përpara Zotit Gjelle Gjelalu. Kujtoje edhe ti. Kujtoje secili prej neve le ta kujton. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam gjithmonë nuk e ndante një fjali. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Të do diat kur nuk i ndante. Thonë pejgamberi sa më shpeshher, kush i beson Allahit dhe ditës ahiretit. Kush i beson Allahit dhe ditës ahiretit. Çi do dia njëri se i ka të forta, beson Allah, ç'sh duhet, edhe beson ahiret, se ka llogari, ka gjykim, ka marrin hesab. Ai njëri më nohet mirë. Ai njëri më nohet mirë kur ban keq. Ai njëri më nohet mirë kur i shkon menja me bozullum. Ai njëri më nohet mirë, mi azon dikujt në një xhelban pa hak. Se i beson ahiret. Ka me dalë logari, kanë me ta morë. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e uzurpon një tokë pa hak në dunia, 7 toka ja ngarkon Allah në ahiret. Maj. A do ishe me morë? Maj 7 toka. Masë një ma, kanë më va ngarkes. Për këtë asyje, kjo është një miniatur, një syret i vogël i ahiretit të madh, ku njerëzit dalin për para Zotit të madh subhanahu wa taala. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allah të na mundson me dal me iman,
na mundson me dal me islam, na mundson me dal me tauhid, na mundson me dal me thirrjen më të madhe të sin Allahu xhelalu ala ja ka bë obligim haxhiut, labbaik Allahumma labbaik, o Allah tu kam përgjigj në çdo sa që e ke lipi mua. Që kjo është kujtimi i ditës së ahiretit. Dhe tjetra që e mësojmë nga haxhiu, çka mësojmë? Çka mësojmë? Haxhiu në haxh është i vesht me ihram. Ihrami ka dy kuptime. Ihram është edhe petkut i thojnë ihram, pëlhurës, edhe i thojnë niyetit për me hi në ceremoni. Apo. Dhe tani sikleti më i mandunja cili o për njerin e normal shëndosh është me nejt patesha. Ti tash para me në qëtu vetë me nejt patesha. Dhe sikleti ma për me nejt rahat ti e vesh. Allahu gjela shka i ban aziz e zhvesh. E kitesha. Vnoj e vesh një pëllhur sa mos mu pa pjesa e turshme. Në regull. Dhe pas taj kitë ceremonit rënd me rënd kimi bo qashtu. Për të në kalëzu Allah i neve një diçka shumë më rëndësit të ndërruë gjëmërli. Qka? Se krejta vështirësit që ka ti paramenon dhe dunjajës, a janë më rëndë se me ecë tullak në dunja? Jo, nuk janë. Njerëzit i zmadhojnë problemet e kësone. Ma karani musibet o gjë kur të këshet të folë se si kanë dalë parët. Karagjë një musibet, sa të ecë biznisit, ja musibet e se këta. Unë njëzit bëllë vaqonë me smuje, me kancera, me lojloj kjeze. Nga se njeriu musibetin e zmadhon nga varësia e imanit vetë. Kër e ka imanin e vogël, një pak një turbullim, thot, shka më ra mërë mua. Kër e ka imanin e forë, thot, kjo për hirtë Allahu gjelluala, është e lejtë. Allahu në të regon neve se ihrami që quhet privimin nga tesha dhe zbukurimin dhe kësaj bote, të regon ty edhe mua se sa do vështirësi që ka, s'ki ma shumë vështirësi se aj i cili ka dal në 50 gradë pa as një tesh, në një vend plot gur, as ka restorana, as nuk ka kur gjana Arafat, duhesh me nejt për hirtë të Zotit Gjelle Gjelalu paradilit. Dhe për çfarë? Për t'ju përgjigjë Allahu subhanahu wa taala. Për të regu Zotit Gjelle Gjelalu qëfar? Nëse ti e ban niyetin për me te i kalu sprovën e kësaj bote me iman, se ki problem ku gjindësh, se ki problem sa njerëz janë, se ki problem me qka je i vesht, nëse je i musht me iman. Ama me bo Zoti runa Zot mës me pas iman, me dvesh me petkat e mbretit nuk të ban dobi. Nuk të ban dobi. Për këtë asyje, le ta marim nga këtë ceremoni e madhe, mos i zmadho problemet e botës, se nuk ke ardhur për problemet botës. Nuk ke ardhur për me baj dunjën në qafë, mos e baj. Mos e baj se kime lan. Mos e baj se e ran është ajo. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu i tregon haxhiu çfarë? Veshe një pëlhur të lehtë sa mos mu pa pjesa e trupshme, mos maj pi dunjës kur gjon. Ja be këtë leje. Andaj ti i le krejt me vlad, me familje, me gruaje, me shtëpi, me biznes, për çka i le? Për çka i le? Për t'i thënë Allahu Gjelle Gjelalu, o Zot, pi dunjës vetë që këtë pëlhur e kam. Për ta kalu testin e imanit. Andaj, mos u ngarko shumë me dunjën ku që i shohim njerëzit. S'del hoxha, nuk bëhet hoxha, s'po ka punë hoxha. Po çish i bane me 40 vet, tu mos pasa. Çish i bane 50 vet. Çish e bane atë trup, tu hanga të mos me hang, tu hangër. Prandaj mos e ngarko veten shumë në këtë dunja, se nuk del me parë pikë kësaj dunjaje. Del pa parë, del vetëm në çefin. Andaj përgatitu për takimin me Zotin tanë te bareke ve teala dhe mos e bezdis shumë veten dhe mos e ngarko shumë veten me barat e kësaj bote. Elusim Zotin e Madh Xhela Xhelalu në këtë ditë xumaje. Allahun elusim me gjithë emrat e tij dhe cilësitë e tij të larta, që krejt ata që kanë bën jetë me shkuën në haxh, Allahu ta leson. Allahu t'ju jep shëndet, Allahu t'ju jep takat. Elusim Allahun gjallë që Allahu të në ndihmon në kryen e ceremonive të cilat janë për hir të Zotit te bareke ve teala dhe të kthehemi me haxh të pranuar me leje dhe izin Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh Xhela Xhelalu këta ata të cilët nuk e kanë pas mundësinë këtë vit, Allahu t'ju mundson vitet e ardhshme me bë haxh edhe me bë umre dhe me vizitu shtëpinë e Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh Xhela Xhelalu që Allahu të na udhëzon në rrugën e tina, na udhëzon në islamin e tina, na mëson Allahu nga libri i tina, nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.